Kjo e hënë e dytë e shkurtit nuk nisi si çdo fillim jave tjetër. Për dhjetra persona në Prishtinë, Prizren, Gjilan e Mitrovic, trokitja në derë nuk erdhi nga fqinje, por nga njësitë speciale të policisë së Kosovës. Ajo që nisi javë më parë në Prizren si një paralajmërim, sot u shndrua në një stuhi kombëtare. Burime të besuara policore për storm bëjnë të ditur se plani operativ po zbatohet me përpikri. Skuadrat e të ashtu quajturit krim zgjedhor po identifikohen dhe po shoqërohen një nga një drejt prangave të drejtësisë. Mbi 70 persona janë në listën e arrestimeve vetëm për ditën e sotme. Vepra e rëndë dhe me pasoja për demokracinë. Falsifikimi i rezultatit të votimit. Ky nuk është thjesht një numërim i gabuar. Ky është dyshimi për një skemë të organizuar që i hodhi hije të zezë procesit zgjedhor, duke manipuluar mbi 68.000 vota të qytetarëve. Vendosmëria e prokurorisë në krye të kësaj betejë ligjore qëndron krye prokurori i Prizrenit Petret Kryezio. Ndryshe nga qasjet tolerante që kemi parë shpesh, Kryezio po tregon një dorë të fortë. Mesazhi është i qartë, pavarësisht nëse manipulimi ishte i shtyrë nga politika apo interesa grupesh. Ligji nuk do të bëj asnjë hap pas. Prishtina, Gjilani e Mitrovica janë bashkuar vallës së Prizrenit. Kjo e hënë po vërteton se vullneti i qytetarit nuk mund të tjetërsohet në zyra të errta. Mbetet të shihet se sa larg do të shkojnë hetimet dhe kush janë emrat e vërtet prapa këtyre skuadrave.